Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri sa vjen dhe afrohet dhe partitë politike ende nuk kanë arritur deri më tani tek një marrëveshjeje për këtë çështje. Do të ketë zgjidhje apo zgjedhje, kjo mbetet sigurisht të shihet në ditët në vijim, por për të diskutuar për këtë çështje në studio kam të ftuar ish deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotrin Blerim Grajinca. Zotri Grajinca, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjej. Para se të nisnim këtë bisedë, do të doja fillimisht të ndiqnim disa deklarata të përfaqësuesve të partive politike nga lëvizja Vetëvendosje, LDK-ja dhe AAK-ja dhënë kolegut Burim Zariqi pikërisht për çështjen e presidentit të ri. Pse nuk ka një marrëveshje deri më tash për presidentin, negociatat me disa liderë të opozitës po vazhdojnë, por s'ka rezultate. Shikoni, ne kemi thonë për nga fillimi i këtij rezultati që presim që opozita të reflektoj, po edhe të vi përpara me kandidat konsensual. Përdesa ne po flasim sot që janë 11 ditë para afatit kushtetues që kemi përpara, opozita ende nuk ka ardhur me një emër të përveçshëm. Për momentin vetëm flasim për hapatutje, mirë, por nuk kemi përveçshëm. Pa pas emra përveçshëm është e pamundur me pas një dakordim, sepse ne na duhet ta prezantojmë një emër në mënyrë që ta shohim si po lëvizim tutje. Do thotë ngërçi i krejt kësaj është emri i opozitës që pres një vetëvendosje, edhe nga LDK-ja, edhe nga FDK. Po vetëvendosja tashmë ka dhënë disa rekomandime. Fillimisht para procesit final kemi pasur propozimin për familjen Jashari, që gjithë të si ka përfundu, pastaj për ministrin Hoti, dhe kemi fund të 33 orë të fundit ne kemi dalë përpara me 2 rekomandime tona, me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme zotin Konjufca dhe me doktoreshën Fatmire Muhaxha Kuçafur. Tonë vetëvendosja ka lëviz në pozicionin në momentet e fundit përderisa nuk kemi pa një rekomandim nga ana opozitës. Tash jemi në këtë afat shtesë nga gjykata kushtetuese, mendoj që për me ecë përpara në këtë rrugtim, neve na duhet që opozita të vi përpara me rekomandimet. Është e pamundur të flasim për një rezultat final, përderisa nuk kemi asnjë rekomandim me emër të përveçshëm. Nuk do të mbështesim Pako Blanco, jemi të interesuar që të mbështesim kandidat konsensual. Madje kemi shkuar një hap para, ku kemi thonë do të tërheqim kandidat tan, nëse opozita vjen me një rekomandim. I takon opozitës të vijë me një rekomandim për një kandidat konsensual, nëse duhet me procedurë tutje ose të kemi një marrëveshje politike e cila mund ngërthejë në vetë shumë elemente. Po, kjo marrëveshje politike, a nënkupton që mund televizin e postet e tjera, për shembull, edhe posti kryeparlamentarit, si zëvendësimi i presidentit, diçka e tillë? Është shumë normale që në marrëveshje politike ka dhe elemente tjera, po e rëndësishme është tani ta kemi një hap para të partive opozitare, 2 partive, 2 bloqeve kryesore, që të vinë përpara me rekomandime. Nuk mjafton të kërkosen në studie televizive me idenë që po bllogon majoranca. Majoranca është e hapur. Kemi ofruar dialog, kemi ofruar nënshkrime, kemi ofruar mbështetje, dilni përpara me kandidatuar. Pse nuk ka ndonjë marrëveshje për presidentin, tonë se janë zhvilluar disa takime deri më tash? Kjo është pyetje për vetëvendosjen. Ata e kanë shumicën, e kanë fuqinë më të madhe, e kanë të drejtën me propozu, me inicu takime, kështu që këtë pyetje veç transferojeni tek vetëvendosja. Ata po thonë që varet për opozitës dhe konkretisht edhe nga LDK-ja, nga PDK-ja që të propozojnë emra konkret që të ecin përpara. Qyre, ky shpjegimi që varet për opozitës është vërtet e pa vërteta ma e madhe e këtyre kohëve javëve të fundit. Opozita i ka disa parti edhe i ka disa vota, se cila parti e ka peshën edhe vendimarrjes çaq sa ka vota. Pa vetëvendosjen kërkush s'mundet me bo president, do me thonë ata janë krucial. Kjo është e vërteta. Kështu që opozita është vetëm sa është gjeneroz pozita dhe s'ka është kreativiteti i tyre për me gjetë zgjidhje. Në këtë mes duhet me qenë kreativ edhe me bo zgjidhje. Nëse jo, ju fatorohet atyre. Po, zona Lushaku, a ka mundësi ta dim për shembull ku ngërçi konkret që s'ka marrëveshje me vetëvendosjen, sepse nëse ata thonë i kemë propozuar emrat ne dhe varet nga pala tjetër që s'po propozojnë emra, ata madje janë shprehur të gatshëm, sa po e tha zonja Gashi. Me pas përgjithësi duhet 24 orë me vazhdu negociata derisa të gjendet zgjidhja. Do me thonë serioziteti i procesit. Kërkohet seriozitet në proces. Një marrëveshje politike, siç e thonë edhe nga vetëvendosja, ne kupton përfshirjen, ata nuk e përjashtojnë edhe kryeparlamentarin që të ketë një marrëveshje politike ku përfshihen gjitha postet. Pranoni? Na i kemi tregu cilat janë rrugët e zgjedhjes së presidentit. Me kompromis që i bje me një përkrahje ndërpartijake më të madhe, më të gjerë për një president konsensual, ose një marrëveshje politike. Do me thonë, momentalisht asnjëra nuk është konkretizuar. Zotja Radina, kem një sfidë përpara, zgjedhjen e presidentit dhe afatet po rrjedhin drejt fundit po shkojnë, nuk ka sinjale të qarta se mund të ketë një marrëveshje. Pse mendoni ju që po ngec një marrëveshje? Shihet se Kurti ka
strategjinë e tij, ai e shfrytëzon këtë kohë me u konsolidu në pushtet, me kap pushtetin, përfshi edhe ato sfera ose tema që nuk janë direkt lidhje të qeverisë i rasti i RTK-së, i KPM-së, pra shumë pavarët medjave, insistimi i tij, esja me shpejtësi drejt gjyqësorit, pra për të konsoliduar pushtetin gjyqësor, pushimi i familjarëve të ministrave. Sot nuk është diçka e jashtëzakonshme që gruaja, motra, vllavi i këtij ministri apo atij merr pjesë këtu, tendenca me u konstitue matutin e gjykatën kushtetuese. Pra, ai nuk e ka temë çështjen e presidentit, sikur ta kish pasë kish bë kur e ka bërë qeverinë një koalicion gjerë. Edhe aty do të kishte radhë dakord edhe presidentit, kuptohet i bën këto takimet gjoja për me mbulu kohën, me mbulu fajin e tij, po ai nuk është interesuar. AK nuk po e fton, juve nuk po e fton e takim. Ju ka bërë përshtypje pse? Keni pasur rastin të diskutoni? Shihni, e ndëgjut veç deklarimin tim deri tash. Pra, ne nuk mund bëhemi palë e mashtrimeve të tij. Pra, ne do ta ballafaqojmë atë me këto mashtrime. Pra, nuk do të mujka me i kaluë gjitha këto zhvillime pa ballafaqime me ne, kuptohet e ka të pamundshme takimin me ne, për shkak se ne i kemi çata, çka po bën ai po vazhdon me kap shtetin, atë që i ka akuzuar tjerë dikur. Merrni listën e gjatë të Kurtit të sotshëm. Edhe merrni akuzat që ju ka bërë dikur pushtetarëve. Për shembull xhipat e zi, sa shumë xhipa. Shpenzimet produktive jashtë vendit, miliona për drejka darga. Çdo gjë që e ka kritikuar njëri, ai e ka po e bën më shumë edhe më keq se në kaluamën, kapja e institucione përfshi edhe insistimi me i kap mediat. Pra, imagjinoni lufta kundër mediave, që ajo me thasht, me fare, etj. Këto janë një luftë me detyru mediat me ul kokën, me u nënshtrukti. Realiteti, po shkojmë në zgjedhje apo mund të jemi në zgjedhje, nuk ka asnjë dilemë që jemi në zgjedhje, se ai ka kushtuar detyrë, i mban disa funksione, konsolidohet, ai shpeson në këtë mënyrë, vazhdon me i lodh gjithë do të dorëzohen, po ky është gabimi më i madh i tij, edhe të tjerë para tij kanë shpresuar se populli i Kosovës nështrohet, hek dorë, dorëzohet, po dikur e ka kuptuar se i ka shkuar shumë lart. S'keni votë ju si AK ndaj asnjë kandidature, nëse ka një marrëveshje që nuk përfshihet AK-ja. Ne kemi votë për president, çdo herë kem pas, për çdo institucion të vendit që jem deputet, po nuk mund të mos e harroni një gjë, nuk ka kandidaturë. Po ta kishte në plan, me nxjerrje një kandidaturë. Shihni, e ka ministër të jashtëm dhe kandidat për president. A ju duket kjo kandidaturë, lutem? Kush është në Kosovë që se kupton këtë lojë? Ai vazhdon me qenë ministër i jashtëm, zëvendësisht dhe kandidat për president. Pse s'pat kosovani është tjerë? Pra, këto ishin qëndrimet e partive politike në këtë kohë kur ende nuk ka një marrëveshje sa i përket zgjidhjes së çështjes së presidentit. Zotri Grajinca, dëgjuam deklaratat e të dy palëve. LVV-ja po kërkon nga opozita të dalë me emra konkret për presidentin, derisa opozita thotë se LVV-ja nuk është do të hapur për arritjen e një konsensusi. Çfarë mund të ndodhë këtyre ditëve? Po ne veç kemi hyrë në fazën përfundimtare të zgjedhjes së problematikës që lidhet me zgjedhjen e presidentit. Unë mendoj se të dyja palët në këtë rast nuk po udhëhiqen me idenë e arsyes edhe me idenë e interesave të vendit, por po udhëheqen me interesa dhe qëllime që janë më shumë partijake se sa të karakterit nacional. Kemi njërën anë refuzimin fillimisht, sepse çdo krizë ka një burime, ka një stat, refuzimin pa një shpjegim të arsyeshëm të lëvizjeve vendosje se pse nuk bën të ketë zonja Vjosa Osmani. Fillimisht vendosja nuk i mbështeti kandidaturën e zonjës Osmani, edhe pse Lidhja Demokratike kishte deklaruar se do të qëndronte në kuvend, do e mundsonte zgjedhjen e zonjës Osmani. Pra, ky është problemi i parë, i cili nuk është sqaruar asnjëherë dhe cilin opozita duhet ta kërkojë. E unë mendoj se e ka humbur si argument opozita, nuk e ka shfrytzuar sa duhet në kuptimin e marketingut politik, themi ashtu, dhe qartësimit të gjërave. Në anën e dytë, hapin e dytë të partisë në pushtet, lëvizje vendosje, kemi barikadimin e saj dhe tentativen apo dëshirën për me e marrë edhe pozitën e presidentit me që ka shumicën absolute të qeverisë dhe kuvendit, dëshirën për me marrë edhe institucionet të pavarura, edhe presidentin edhe plot institucionet të tjera, e që unë mendoj se është e paarsyeshme dhe nuk është fare fleksibile në raport me bisedat me opozitën, por në anën tjetër partitë politike janë për të bërë garë politike, për të mundur njëra tjetrën me ide, dhe zoti Kurti si regjisor, edhe si playmaker i mirë i këtyre lojrave politike, po e shfrytëzon
për mrekulli dobësinë e opozitës për të koordinuar me veti. Neve kemi një opozitë pa koordinuar e cila... Mendoni në fakt se është konkretisht seriozisht Kurti interesuar ta zgjidhë çështjen e presidentit dhe po shfrytëzon këto do të thotë të opozitës vetëm sa për të zvarritur këtë çështje? Janë dy gjëra pse Kurti dëshiron dhe pse Kurti nuk dëshiron ta zgjedhë presidentin. E por ai do të zgjidhte presidentin nëse do kishte një njeri kukull, që do e menaxhonte vetë dhe në këtë mënyrë do ishte ai që do merrte vendimet. E dyta, në këtë fazë shkuarja në zgjedhje, po ashtu nuk i konvenon zotit Kurti për shkak largimit të zonjës së Vjosa Osmanit. Ai po provon të krijojë një situatë të tillë ku shkuarja në zgjedhje do ishte një fakturë për opozitën. Ai do shkojmë në zgjedhje për arsye se kemi një opozitë pa koordinuar, një opozitë që s'ka emër dhe argumente tjera që ai dëshiron. Apo ka bën pikërisht emrat opozita që nuk po del me emra konkret. Unë personalisht e kam thënë edhe para një jave në një emision, kam thënë edhe një ide konkrete që opozita duhet të ulet në mesveti të dalë jo me një emër, me 3 emra. Jo domosdoshmërisht janë emra partijak, me 3 emra publik, edhe të shkojë te zoti Kurti thotë zgjedhë cilin do nga këta ne e votojmë për president. Në mënyrë që ti heq argumentin e sabotimit zotit Kurti nga dora e tij, edhe në këtë formë opinioni publik ta kuptojë një herë për gjithmonë se është ai që po e bllokon qëllimisht zgjedhjen e presidentit dhe opozita po reflekton, po del me 3 emra, pavarësisht se ata nuk mund të jenë emra partijak, por kemi një situatë të kundërt. Opozita nuk po komunikon me zveti, liderët e opozitës nuk po flasin me zveti, nuk po i shkojnë takim njëri tjetrit. Po kishim Haradinajn që refuzoi takimin me Abdi Gjikun. Tani mos të s'ka të bëj vetëm me njërin nga ata, është problemi më i madh, pse s'po koordinohen, pse nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët. Është aq problematike të ulën dhe të flasin edhe për emra konkret, sepse në një moment ne mund të përcaktojmë kriteret, mund të përcaktojmë standardet, por duhet pastaj të zbresemi tek emrat konkret. E unë mendoj se LDK-ja mund të jap jo një, po 100 emra të cilët i bëjnë der Kosovës. Se s'po jep sipas jush pra LDK-ja një emër për president. Çfarë po pret? Me që keni qenë, do të thotë deputet nga radhët e kësaj partie. Po edhe për mua është pa logjikshme, nuk ka ndonjë arsye të qëndrueshme pse LDK-ja nuk ka një emër, pse nuk e nxjerr një emër me të cilin do i tregonte publikut po, ky është propozimi ynë. Në kuluare të brendshme qarkullojnë emra e tjera, por nuk ka një emër publik, si duket nuk ka një harmonizim të brendshëm për emrin i cili duhet jetë një emër unifikues. Po, sepse pikërisht mbrëm përfaqësues të kësaj partie në Radio Televizion 21 kanë thënë se kanë emër, por që nuk është aktualisht çështja tek emrat, por tek parimet, dhe për këtë dhe nuk po e bëjmë publik. Po nëse cilat janë parimet, atëherë ti sqarojmë parimet. Parimi numër 1 do duhet ishte që ai person të jetë një person që ketë një kredibilitet edhe profesional, edhe kombëtar, edhe qytetar, edhe moral dhe gjitha. Edhe të përfaqësojë interesat e gjithë qytetarëve. Unë mendoj se LDK-ja ka shumë emra të tillë, edhe Kosova mbi gjitha ka emra të tillë. Prandaj në një moment të caktuar duhet vim te emri. Kurti po e luan mjaft mirë këtë kartë, edhe unë mendoj se ai në momentin e fundit do të dalë me 2-3 emra të cilët edhe LDK-ja pastaj nuk do të arrijë të refuzoj. Prandaj duhet me ja marrë këtë argument zotit Kurti nga dora dhe të dali opozita me disa propozime opcionale që mund të jenë në tavolinë për të diskutuar. Po pikërisht pas aktgjykimit Kurti u takua vetëm me kreun e LDK-s Abdi Gjiku. Të njëjtit kanë shprehur gatishmëri për takime të mëtejshme, ndonse ende nuk ka një të tillë tashmë të radhës të konfirmuar. Çfarë mund të pritet do të thotë nga këto takime të ardhshme të paralajmëruara, teksa ditët po afrohen? Po, të takosh zotin Kurti nuk do të thotë se nuk duhet të takosh opozitën. Mund të bësh paralelisht takime me të dy kampet, me kampin ku je vetë në opozit, por edhe me partinë në pushtet. Prandaj nga bisedat s'ka gjë të keq. Unë mendoj se duhet të takohet opozita patjetër, të bëjë takime të vazhdueshme, është dashur të krijojë grupe punuese, pastaj të fillohet me një emër, me disa emra, të vijë deri te një emër konsensual. Tregon kjo që opozita nuk është unifikuese në raport me çështjet në interes të vendit, siç është çështja e presidentit? Po unë mendoj se opozita ka fillimisht po tenton që përmes pozicionit të presidentit të balansoj problematikat e brendshme që kanë për partitë e tyre politike. E të njëjtën kohë tregon edhe një jo seriozitet në komunikimin e tyre. Po, lirisht mund të themi se ata po vendosin interesa tjera para interesave të qytetarëve. Ose duhet me dalë me thonë s'kem kandidat fare, nuk na intereson shkojmë zgjedhje, e jo me u frigu nga zgjedhjet, ose duhet me dalë me propozime. Nuk ka këtu shumë filozofi të themi në këtë mund.
Këtyre ditëve është përmendur në fakt edhe mundësia për arritjen e një marrëveshjeje mes LVV-s dhe LDK-s. Sa besoni ju që mund të arrihet një marrëveshje e tillë mes këtyre dy partive? Po, marrëveshjet gjithmonë janë të mundshme. E ke fjalën për çështjen e presidentit apo për një bashkëqeverisje? Marrëveshje politike për zgjidhjen e çështjes së presidentit, çfarë do të mund të nënkuptojë ajo, mandej po e tash termi na e ndëgjuam edhe këtë zonjan që folin emër të LDK-s me disa terma kështu. Zonja Jona Lushan. Kogja megaloman dhe nuk tha kur gjë që është e vërteta. Marrëveshjet politike duhet të kenë pika, duhet të kenë terma. Çka nuk kupton marrëveshje politike? Marrëveshje politike për presidentin, po e votojmë një president konsensual apo po don me kurzu zgjedhjen e presidentit për me hinë qeveri. Unë mendoj se çdo hyrje e LDK-s në qeveri në këtë fazë nuk i kontribon LDK-s, vetëm se e dëmton, pastaj e kaluara ka tregu se çdo koalicion me lëvizjen e vetëvendosje kur ti nuk je i pari, vetëm është i dëmshëm për lidhjen demokratike të Kosovës. Ndërkohë edhe Konjusa është shprehur i gatshëm për të tërhequr pranë nga kandidati për president në rast se do të arrihet një pajtueshmëri për një kandidat konsensual. Po, besoj se zoti Konjusa është aq i pjekur politikisht se e kupton se në marrëveshje politike pastaj ka edhe lëvizje të pozicioneve, por në afat gjate unë po mendoj se lëvizja vendosje po tenton ta fusë LDK-n në koalicion si një partner të dobët, për dy arsye. E para, po shihet se nuk është gjendje të qeverisë vet. E dyta, po shihet se nuk ka guxim politik të marrë vendime të mëdha, sidomos në raport me obligime ndërkombëtare që ka marrë. Dhe në anën tjetër kemi në LDK një ndarje mendimesh, një grup të vogël interesash personale që synojnë me çdo kusht me hinë në koalicion me VV-n, dhe kemi antarësinë e LDK-s e cila nuk është për të hyrë në një koalicion të madh me lëvizjen vetëvendosje. Po do ta dëmtonte në fakt bashkëqeverisja me LDK-n LVV-n, me që zakonisht çdo herë është mburrur për fuqinë e vet si parti politike. Në këtë fazë, në rrethanat që është LDK-ja, në rrethanat që është Kosova, unë mendoj që koalicioni me VV-n do e dëmtonte lidhjen demokratike të Kosovës. Por jo LVV-n. Jo LVV-n, sepse LVV-ja është vendimarrëse, ka shumicën aty dhe do merrte vendimit kryesor, do i merrte lëvizja vetëvendosje, ti do ishte një patericë e cila vetëm do i shtynte proceset edhe do merrte faturën e gabimeve që ka bërë lëvizja vetëvendosje të kaluarën apo që mund t'i bëjnë të ardhmen. Unë mendoj se LDK-s i bën mirë shkurja në zgjedhje ose qëndrimi në një opozit, por duhet ta sqaroj pozicionin e vet. Ndërkohë, si shihni qëndrimin e PDK-s që kërkon që kërkesa për takime për zgjidhjet presidentit të zyrtarizohet në letër, kur e njëjta vetëm në rundin e parë para gjykimit të fundit të gjykatës ishte takuar 2 herë me Kurtin. Po shqoni, kur ka vullnet, pse dhe mos të formalizohet një letër zyrtare të mësohemi që për çështjet e mëdha të flasim me letra, me dokumente. Nuk janë muhabete kafenesh, nuk janë muhabete odash, këto që ulemi në dy dhe bëjmë që duan. Ka arkiv, mbeten letra të protokolluara, të shkruhet në letër, ndonjë dokument për këtë punë. Pse jo? Nëse ka vullnet, jo një letër, 2 letra, 3 letra mund të shkruhen në mënyrë që të gjendet një mundësi, një alternativë për dalë nga ky problem. Domethënë, këto janë teknikalitete kur ka vullnet për të ecur përpara, gjithçka është e mundur. A do duhej pra Kurti të veprante përmes letrës, siç po kërkon PDK-ja, tu përshtatet pak a shumë partive opozitare në këtë situatë kur si ka vota? Nëse ka seriozisht, edhe nëse i duhet opozita, po shihet se i duhet, sepse vetë nuk mund ta zgjedh, atëherë duhet i dërgoj letër PDK-s, letër zyrtare, ti kërkoj takim. Nëse kërkon edhe LDK-ja letër, edhe LDK-s, edhe Aleancë, dhe gjitha subjekteve parlamentare, pse jo nuk e shoh problematikën të dërgimit një letre. Por këtu hyn pastaj në pyetja jo egoja e zotit Kurti që unë mund të zgjidh problemin si të dua, e realisht po rezulton se nuk i ka votat për ta bërë një gjë tillë. Konkretisht, jemi drejt zgjidhjes apo zgjedhjeve? Unë prapë mendoj se edhe një president i ri është i mundshëm të zgjidhet në këtë fazë, për arsye të mos guximit të partive politike për shkuar drejt zgjedhjeve. Megjithatë, lëvizjet skenën politike, lëvizjet e brendshme nëpër parti politike mund ta determinojnë shumë edhe hapin e arsit të jetë, por edhe shkuarja në zgjedhje s'kem ç'a bëjmë si të populli është opsionale. Nëse nuk zgjidhet në afat, vendi automatikisht përndahet, shkohet në zgjedhje, çfarë do të mund të prodhonin një palë zgjedhje të reja, situatë e njëjtë? Prapë do të ishte çështja e presidentit apo do të kishte ndryshime? Po
Tani nëse më pyet mua çka duhet më ndodhë, unë do të isha për ndryshime, do doja që LDK-ja del e para. A do jetë kjo e mundur të shohim, ka shumë lëvizje brenda skenës politike, kush me kënë koalicione parazgjedhore, si do janë listat, a do eliminohen këto gabimet e brendshme nëpër parti politike, eliminimet e brendshme, në mënyrë që të krijohet një unitet, një kohezion brenda partive politike dhe kësaj të sfidohet djensisht partia në pushtet, këtë rast vetëvendosje. Do doja të flasim pak edhe për lëvizjet e fundit të kryetarit të LDK-s, me që keni qenë deputet nga kjo parti politike, sa i përket kryesisë së re. La jashtë kryesisë një numër figurash që kanë qenë deri tani brenda partisë. Si e vlerësoni këtë veprim të zotërit Abligjiku? Po, shqeni, kjo veprim ka ardhur pas kuvendit fundit Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku u morën disa vendime. Ndër vendimet kryesore që u morën aty ishte që të mos ketë duplifikim të mandateve tek një person i caktuar brenda partisë. Mos jetë edhe kryetar degi, edhe kryetar komisioni, edhe kryetar antar kryesi, edhe u morë një vendim i tillë në kuvendin e LDK-s. Me propozimet e reja shifet se nuk është respektuar ky vendim që është marrë dhe kemi një standard të dyfisht nga kryetari i partisë, zoti Abligjiku në këtë rast, ku për disa persona e ka aplikuar, tek disa jo. A tregon kjo se ka përçarje brenda partisë, me që kishim edhe reagimin e ish kryeministrit Hoti që e cilësoi si veprim gabueshëm vlerjen e këtyre emrave jashtë kryesisë? Pa dyshim se është gabim, sepse nuk po flasmi vetëm për 1, 2, 3 emra, po flasmi për frymë, po flasmi për ekipet të tona, po flasmi për njerëz që kanë kapacitet elektoral, kanë votë elektorale. Prandaj nuk lidhet me 1, 2, është më shumë tek koncepti, te ideja se çka përfaqëson zoti Kurti dhe njerëzit që e rrethojnë, zoti Abligjiku dhe njerëzit që e rrethojnë brenda tij. Uroj që e dëmton ky riorganizim LDK-n? Po shiqo, nëse shohim kryesinë e LDK-s, nëse po i referoni kësaj, e shohim përbëmjen. Aty ki një numër të madh shumicë të atyre që janë që mund të japin shumë edhe LDK-s, edhe Kosovës, edhe gjitha lëvizjeve në vend, lëvizjeve përparimtare zhvillimore. Kemi disa një emra aty që nga prizmi jemi shikimit të gjërave dhe nëse i referomi arkivës, ata jo që si ofrojnë LDK-s kur gjë, po gjithë historia e tyre në Kosovë, në 20 vitet, apo 25 vite fundit pas luftës, ka qenë anti-LDK. Dhe ti vësh ata në krye të leadershipit LDK-s, unë mendoj që nuk ka qenë veprim i dur, megjithatë ka bërë kryetari i partisë dhe ai bën përgjegjësim për këtë, sepse edhe në fundit edhe me statutin e LDK-s i takon e drejta për me propozu antarët e kryesisë dhe a do të rezultoj si e qëlluar mbetet më u pa, por në shikim të parë unë mendoj se ata njerëz nuk e kanë vënë aty. Ndërkohë, LDK-ja ka lënë të hapur mundësinë për rikthimin e ish presidentës Vjosa Osmani në parti. Si shihni këtë gatishmëri të LDK-s për ta pranuar dikë që nëse mund të themi në të kaluarën tradhtoi shtëpinë e saj për një parti tjetër? Po, edhe këtu janë të ndara mendimet në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kemi një grup që synon që me çdo kusht të kthehet zonja Osmani, edhe të mundsohet reaktivizimi i saj në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kemi po ashtu një pjesë tjetër të LDK-s e cila është kundra idesë së kthimit të zonjës Osmani, për arsye se konsideron se ajo e ka dëmtuar LDK-n. Pra kemi një dilemë hamletiane në mes, se cili do të ishte vendimi më i dur, me sa kam unë informata, paralelisht po negociohet me zonjën Osmani, kur qysh si do ndodhë kthimi aso nuk e di atë gjë, po duket se ka bisedime. Duke njohur zonjën Osmani për tash e më shumë se 2 dekada, unë mendoj se ajo nuk kthehet pa kushte. Kështu që të shohim cilat do jenë kushtet e zonjës Osmani, edhe a ka vendosur me u kthy, sepse unë nuk kam dëgjuar një qendrim publik të zonjës Osmani se do me u kthy. Nëse LDK-ja është e hapur edhe vendos me pranu, mirë se vjen domethënë. E dëmton apo e përforcon LDK-n, një rikthim i saj? Këtë nuk mund ta dim, të shohim. Pastaj këtu do shohim forcën reale të zonjës Osmani për të sjellur elektorat të ri. Megjithatë kemi edhe një numër të konsiderueshëm të cilët nuk janë pro kthimit të zonjës Osmani. Pikërisht, si shihni rolin e Osmanit në skenën politike më pas nëse ajo rikthehet në LDK? Po nëse Osmani rikthehet në LDK, varet se ku dhe si kthehet. Ka zëra të ndryshme, ka ide të ndryshme, disa nga bashkëpunëtorët e saj me të cilët unë njifem, disa nga
njerëzit publike thonë se ajo ka idenë e krijimit të një liste të pavarur, pastaj futja në koalicion me LDK-n. Qarkullon një ide tjetër se ajo dëshiron të kthehet si barës e listës në LDK. Por të kthyer si barës e listës, kjo në kupton që kryetari aktuali i partisë duhet heq dorë nga të qenit barës e listës. A është zoti Abdi Gjiku kaq fleksibil sa të heq dorë nga të qenit barës e listës, mbetet më pa është e drejtë e tina për me vendos, por përveç kësaj unë mendoj se më shumë se zonja Osmani dhe zoti Abdi Gjiku është e rëndësishëm se çka mendon antarësia e LDK-s, qytetarët e Republikës së Kosovës, e kaluarja dhe kjo situata momentale shpesh po na tregon se LDK-ja është shkëput pa nga kontakti me bazën, nga komunikimi me antarësinë, me njerëzit e saj në terren, dhe shpesh herë po kemi vendimet që po janë diametralisht të kundërta me interesat e antarësisë LDK-s. Nëse rikthehet, e shihni në ndonjë rol vendimarrës në parti, se i përmendet që pa kushte nuk besoni që kthehet, apo në ndonjë pozitë tjetër? Vërtet do ishte jo serioze të jap një përgjigje të saktë për këtë, sepse nuk e di. Po betet me u pa, nuk di që të them për këtë punë, sepse nuk jam pjesë e negociatave që janë bërë me zonjën Osmani, edhe nuk e di cilat janë kriteret, cilat janë dëshirat, synimet e saj, por për të marrë pozicion në LDK ka proces, domethënë do të më shpallë zgjedhjet LDK me hyje etj. Por në listë këto pastaj janë gjëra që mund të rregullohen edhe pa proces të brendshëm zgjedhor. Zotri Grajinca, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Horizontit të Mesditës për gjithë këtë analizë dhe këndvështrim tuaj sa i përket zhvillimeve politike, po ashtu edhe zhvillimeve brenda LDK-s. Faleminderit për ftesën, uroj që në emisionin radhës të flasim për punë dhe projekte që mira që mund të jenë realizuar në këtë vend dhe të kemi një president apo presidente të zgjedhur në vend. Urojmë edhe ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra, ish deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Mblerem Grajinca, me të cilin diskutuam për zhvillimet rreth presidentit të ri, që tashmë afati vetë se po përfundon brenda 12 ditësh dhe ende nuk ka një marrëveshje politike sa i përket kësaj çështje, si dhe për një numër çështjesh tjera sa i përket zhvillimeve të fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës.